ka zbulu që Greta po hyn, dhe Selin të kishte dale pastër, do ta kishte thënë në atë moment. Direkt, ja. Fare, pa më interesu Greta dhe pa interpelu historinë personale. Kur të e prit se po them diçka tjetër, ti ma le mu këtë të qitë del vetë tjetër. Besoj, unë. Ky është mendimi im. Jo, e kam hapu këtë muhabet. Ma le ta marroj unë, pastaj ditë muhabet tjetër, se kalove muhabet tjetër. Jo, s'është tjetër. Po jo, prit pas se do përgjigje kjo gjëja. Kjo gjëja që po them unë. Se është e rëndësishme. Kjo gjëja që them unë. Po. Në momentin e parë. Është dhe gjëja që them unë. Po mbas kësaj. Okej, mbas se ta serojmë këtë një. Okej. Se unë nuk dua që të kaloj kjo. Në momentin e parë që mua më vjen në dorë të shpëtoj një person, unë shpëtoj Selinin. Duke ditur që është dhe e fortë. Se para 3 ditësh shpëtoj në një nominim shumë të fortë. Mori mesazh shumë fort nga publiku që jenë në rregull për këtë gjë që po bën. Se për ndryshe dili jashtë valla. Tani vjen direkt e mas 3 ditësh, mua më jepet mundësia dhe them Selinin të shpëtoj. Pra e bëj unë, sido që tjetë. Tani vjen ajo, hyn derë, ka këtë lidhjen që ka, nuk e tregon, por ama ka shumë mundësi që ti thot, hajde qikti këtu brenda, edhe bëjmë unë njerë këto 3 ditë, dhe këto 3 ditë kemi shumë mundësi që ne të flasim njëri tjetrin nga afër, se i ke krevatet njët, kam folë unë me Brikenën, që s'kam lidhje, i ke krevatet njët atje, dhe ka mundësi që të sjaroj shumë situata, ashtu si që diti sjaroj ajo, si për mirë, si për keq. E para që shumë e rëndësishme, dhe kjo këtë gjën e ka minus shumë të madh, e ka kryq, për mu po njerë, ka kryq të madh. Dhe përveç se nuk bëri këtë, bëri atë tjetrën që unë kur hyra atje, filloi të më sulmu mu drejt për drejt. Që ti e kështu, ti po bën kështu, ti e kështu. Tani këto sulme për çfarë vinë? Vinë se do të marri vëmendjen, vinë se do të japi informacion, vinë që mund të ngrej mu. Gjitha ato që po rrjeshton. Po, duhet ta kuptosh se për çfarë bën, se për një gjë. Unë kam kuptuar për çfarë bën. Mund vjen edhe sepse perceptohet nga jashtë sikur ti po merr në qafë Selin, ajo po e mbron në këtë rast. Po, erdhi si shpëtimtarja ajo Selinit, duke mos më shpëtu Selinin. Ta shpëton atë jo mua. Unë ka vetëm keq që Selini nuk e ka lënë një akvarium ka bërë këtë lojë. Selini që në fillim do ta kishte prerë. Jashtë akvariumit? Kaq. Ke shumë të drejtë dhe mua më ka pyet dhe Brikena, më ka pyet edhe një tjetër. Dhe unë kam thënë që në moment që unë kam pyet Gretën, dhe kam thënë Greta produksioni e din, dhe më ka thënë po, unë kam lërmut çfarë ne kemi. Dhe unë tani mendova që produksioni, patjetër që pjesë e produksionit është Ledioni. Por unë nuk e dija nëse Greta kishte thënë produksionit që po, unë me Selin kam të marrëdhënie, po unë nuk dua kurse si që banorët ta marrin vesh. Nuk e dija nëse Greta kishte thënë që po, unë me Selin kam të marrëdhënie, po unë nuk dua që brenda të flas për marrëdhënien time. Dhe unë e kam thënë që sa herë Greta ka folur për marrëdhënie, unë nuk kam qenë prezente. Një herë ka folur me Ilirin, një herë ka folur te Loja me Shishe, një herë me Lorën. Ka thënë që s'do ta bëj personale, s'do ta fus ti. Unë nuk e kam dëgjuar. Dhe unë një ditë pa e pyet para produksionit i kam thënë Greta ti je lidhur? Se kjo s'kishte dhënë asnjë sinjal. Po s'është koherente fare herë. Nuk merrem me këtë pjesën, vetëm çfarë Selin ka hyrë parë, Selin është pak e vështirë gjë, se unë kam tjetër marrëdhënie me Gretën. E dëgjoj çfarë po thot. Dëgjoj çfarë po thot, ja. Edhe përgjigje. Nuk kam marrë për ta mbrojtur Selinën. Unë zgjodha Kristin për strategjitë mia që asnjë këtu si din. Aha, po. Po pra, okay, kështu që kjo është shumë korrekte. Shumë korrekte. Lëvizja Gretës mua më dha atë sinjal. E di çfarë motivi the, e mban mend çfarë motivi ke thënë. Dele më ti çfarë ti realisht. Jo realisht. Ato të dëgjon publiku. Edhe sikur mirë. Realisht. Të kanë folë që në shtëpi që nuk duhet i Ke thënë që mundhim skrisi, e shpëtova se mundhim skrisi. Ore, mund ta kem shpirt Selin.